Për ne, rilindja fillon nga toka, nga puna me tokën dhe nga një politikë që të nxjisë prodhimin e tokës tonë. 13 vite më parë, teksa kërkonte votën për të drejtuar vendin, Edi Rama premtonte se bujqësia do të ishte prioriteti i qeverisë së tij. Unë personalisht, si drejtuesi i asaj qeverie, do të jem mbështetësi më i flak dhe mbrojtësi më i vendosur i çdo shqiptari që do të thotë. Dhe ju jap fjalën që nuk do ketë prodhime që do kalben, se nuk dalin dot në treg. Por personalisht do jem pranë jush për të bërë çmos që çdo kilogram prodhim të dalë në treg. Premtime të forta, angazhim personal, garanci për fermerët. Po sot? O, miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Ulu, nuk merret fjala me zor. Ndryshimi i qasjes është i qartë, por çfarë tregojnë shifrat? E vërteta është se bujqësia nuk ka qenë në fokusin e politikave publike aq sa premtohej. Dekadën e fundit sektori është goditur nga emigrimi masiv. Popullsia në zonat rurale ka rënë me rreth 20%. Bujqësia është sot një nga sektorët më pak të financuar nga buxheti i shtetit dhe prej 3 vitesh pa fondet e IPARD. Ndërkohë, edhe pesha e bujqësisë në ekonomi ka rënë. Nga 20% e prodhimit të brendshëm bruto, sot ajo përbën vetëm 15.4%. Prej 5 vitesh, prodhimi bujqësor është në rënje të vazhdueshme. Ndaj rilindja fillon me tokën ishte premtimi, por sot realiteti në fshat duket krejt tjetër.